Pra ju thoni Kurti është fitues, kështu që i takon atij të zgjedhë se me kë do të bashkëpunojë, por që natyrisht do ta shikojmë edhe gjatë ditëve në vazhdim. Por është një tjetër moment interesant, po. A mund të diçka për pyetjen e parë që bëhet se prezident? Okej. Shikon, zoti Kurti na ka shurdhëruar vesh duke thënë që situata është më e qetë më e sigurt sikur. Ka thënë që ai ka vendosur sovranitetin, edhe atëherë kur i le verdis, befat bëhet më pasiguria më e madhe e mundshme. Të ndaj mendin aty, a ka nga dhënjëra ai ka bërë triumf edhe ka vendosur siguri apo Kosova është ende e kërcënuar jashtëzakonisht. Sepse situata e sigurisë së Kosovës ndodh sipas leverdisë së Kurtit. Nga njëra thotë është më e sigurt se asnjëherë më para, ne kemi vënë kontroll veriun, kur ndodh Bajnska. Pastaj thotë kemi prap sigurinë si asnjëherë më parë, kur s'ka qenë më sigurt, pastaj ndodh prap sulmi në kanalin e Berlepensit. Thotë që jemi super sigurt, por nga ana tjetër vetë NATO thotë më dërgoni më shumë trupa. Thotë jemi super sigurt, kemi rritur kontrollin e veriut edhe gjithë Kosovës, pastaj zgjedhjet organizohen në kontenjer. Tu ka një hipokrizi të jashtëzakonshme dhe ka një manipulim të qytetarëve me çështjen e sigurisë. Sepse kur i leverdis për pushat elektorale thotë ne kemi vënë në kontroll edhe asgjë s'na prek etj. Dhe kemi vendosur sovranitetin zot sept Kosovës, madje kishte slogan kryesor 1-2 duke përdorur si lajmotiv, si parull, dhe ndërkohë pas kemi parë që sulmet më të mëdha ndonjëherë që bën veri të Kosovës ka ndodhur pikërisht atë kohë që ai pretendon se Kosova është më e sigurt se asnjëherë më parë. Dhe tani prap kthehemi në situatë ku thotë që okay, partitë politike brenda Kosovës po ndihen të pasigurta se po i bëjnë presion nga Serbia. Po ku është ajo krenaria e tij që ka thënë që e ka vënë kontrolle, ka krijuar siguri të plotë, ka luftuar kundër strukturave paralele, kur ndërkohë liderët e partive jo serbe, pakic, jo serbe, po qenë kërkan të kërcënuara në kërkesa që nuk kanë lidhje me Serbi, ka kërkesa të tyre. Domethënë kërkesa të tyre shikojnë që Kurti s'po bën koalicion me një parti shqiptare dhe shikojnë si mundësi për të qenë faktor vendimtar për të marrë më shumë qeverisë, që është një lloj politike tipike. Ai këtë quan, kërkesa e tyre i quan lojë të Serbisë, sepse ka të vështirë të bashkëpunojë me çfarëdo që mendon ndryshe ose kërkon ndryshe. Por kjo çështje e sigurisë është një banalitet i mirëfillt edhe po vulgarizohet tani sepse brenda pak javësh o jemi super të sigurt, o jemi super të rrezikuar nga një luftë që po ndodh nesër. Domethënë e gjithë kjo gjë ndryshon në bazë të leverdisë, edhe në këtë rastin e sigurisë, zoti Kurti po e krijon vetë lloj fryme, demek Këshilli i Sigurisë po jemi të super të sabotuar sepse në fundit negociata dhe kërkesa nga partitë jo shumicë, pra partitë pakic të jo serbe, ka pasur çdo kryeministër kur është ose kur ka krijuar qeveri. Bile në 2017 një ndër vonesat së vërtetë më ndodhi pikërisht me deputetin e Goranëve faktikisht, sepse dhe ai e mbajti peng formimin diku një javë të tëra aso kohë për negocimet. Kështu që dhe sepse atëherë pani ka pasur një shumicë të brisht, u desh të binte Pacolli me pak deputetë që të merrte 4 ministra edhe të bëj pjesë e qeverisë, të bëj shumica. Pra, edhe të tjerë kandidatë për kryeministër ose parti të para, ka pasur probleme të tilla, por nuk e kanë qenë çështje sigurie fakti që një parti pakice jo serbe kërkon ka pretendime ose do ta shfrytëzojë situatën e brishtësisë për të marrë më shumë.